Ritëm, humor dhe kthesa të papritura, ku situatat komike ndërthuren me momente që prekin tema të përditshmërisë, sinqeritetin dhe marrëdhëniet mes miqve. E tillë erdhi në skenën e teatrit Migjeni të Shkodrës komedia Buongiorno, një prodhim nga artistë të Ulqinit dhe që është pjesë e një turneu ballkanik. Megjithse një trup e re në qytetin shqiptar të Ulqinit në Maltëzi, me komedin në fjalë, ajo ka korrur jo pak sukses kudo ku është shfaqur. Vish tamam ku është djepi i një humorit shumë, por e kemi për shumë mirë. E kemi pa që publiku e don, e kemi vrej që ishtë mirë, kemi ba 60 premiera dhe kemi më thënë atë që ne do të shkojmë në Shkodër. Do të shkojmë te teatri Migjeni, faleminderit publikun e ka mirë prit jashtëzakonisht shumë mirë dhe më vjen shumë mirë. Ashtu që ka mundësi që do të rikthejmë përsëri. Ne jemi një teatër i ri dhe po mësojmë dhe ne bashkë me publikun. Po i mësojmë publikut se ç'është kjo skenë, ç'është magjia që ka skena, mesazhet që mund të përcjellim përmes shfaqjeve të ndryshme dhe po jam shumë e lumtur që përmes këtij kasti fantastik arritëm të përçonim atë që donim. Emocionet të veçanta ishin ato të përjetuara nga aktorët në një skenë që për ta mbetet e dashur si ajo Migjeni. Për shumë emocionet të më hanë me performu në Migjen është një emocion i veçantë për karakterin që ka ky vend si bashkim për mu personalisht, sepse ka qenë pikërisht ky vendi ku kanë nis ato ëndrat për me kenë aktor, sepse na atje, siç e kam thënë, nuk kena pas një teatër edhe fatkeqësisht, edhe Migjeni ka qenë ai udhërrefysi jam edhe ku kena mujt me pa shfaqje, ku kena mujt me pa dramat ndryshme. Po ndihemi jashtëzakonisht mirë, publiku e priti shumë mirë, po është që publiku i don këto lloje të shfaqjeve, këto lloj komedi, këto reagime ishin jashtëzakonisht mira dhe na bën me ndje edhe neve shumë mirë. Shfaqja e mbushur me humor, ritëm dhe emocione riktheu vëmendjen tek fuqia e teatrit, si argëtim dhe reflektim për publikun.